për rritjen masive të punësimit të mirëpaguar dhe për ndërtimin e një Shqipërie prodhuese dhe eksportuese në rajon. Ky program do të realizohet në mënyrë të padiskutueshme duke reformuar rrjedhësisht së pari sistemi fiskal që do të thjeshtohet për të lehtësuar konsumatorët dhe bizneset, si dhe për të rritur interesin e investitorëve vendas dhe të huaj. Për realizimin e këtij objektivi madhor, do të ulet numri i shkallëve të ndryshme tatimore. Do të vendoset taksa e sheshtë 10% mbi kapitalin. Taksa e sheshtë 10% mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para. Gjithashtu, taksë e sheshtë 10% mbi të ardhurat jo nga paga, si dhe zero taksim për të gjitha profesionet e lira, si dhe për biznesin e vogël. Tavani vjetor për tatim fitimi do të jetë zero për biznesin e vogël. Kufiri i përjashtimit nga TVSH-ja do të jetë 18 milion lek xhiro vjetore, dhe ndërkohë TVSH do të ulet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do të ulet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Dhe kjo për faktin sepse tani më të gjithë e dim se shkaku kryesor i çmimeve stratosferike në ndërtim janë pikërisht taksat absurde që Rilindja dhe Edi Rama ka vendosur mbi sipërfaqen e ndërtimit, që jo vetëm e kanë 10 fishuar taksën e përparme, por deri e kanë 30 fishuar atë. Këto taksa të çmendura të imponuara dhushëm nga Rilindja u janë faturuar të gjitha qytetarëve, duke u pamundsuar blerjen, ajsa sot mbi 60.000 apartamente në Tiranë rezultojnë bosh, ndërkohë që një çifti të ri i duhet 60 deri 70 vite punë për të blerë një apartament modest 1+1 në periferi të Tiranës. Falë këtij programi të shkëlqyer që ne ofrojmë për shqiptarët dhe në veçanti për të rinjt dhe familjet e reja, kjo situatë do të marrë fund një herë e përgjithmonë në 11 maj. Gjithashtu, nëpërmjet këtij programi ne angazhohemi që pas 11 majit energjia elektrike për bizneset nga 18 deri 24 lek kilovator që sot të ulet dhe do të ulet dhe 6 lek kilovat orë. Taksa e shitjes së pronës do të ulet nga 15% në 2%, ndërkohë që taksa mbi karburantet do të ulet në nivelin e vendeve të rajonit dhe çmimi i karburantit në pikat e Pakicës nuk do të jetë